pastaj planifikimi urban. Kjo është tragjedi. Për ta përmbledhur, unë besoj që këtu zgjedhjet e cilat e kemi kjo fushat që kemi pasur tash, edhe nëse më lejoni një koment të shkurtër në raport me besimin ndaj njerëzve, asnjë nga partitë politike në Kosovë, asnjë tubim se ka mbajtur në një sallë të madhe. Asnjë. Cila ka qenë arsyeja? S'ju beson kërkush, për dallim nga kolegu Gashi. Unë besoj që këtyre s'ju beson kush. Është ul besueshmëria ndaj njerëzve. Është ul besueshmëria ndaj kryetarëve të partive. Dhe kjo lidhet me nivelin qendror. Janë friksuar se nuk do të mbushen ato salla. Po në normal, ata kanë motit sakta, ata e dinë saktësisht. Sepse herave të kaluara dhe kemi parë se i kanë mbartur me autobuse dhe nga qytetet e tjera vetëm për të mbushur sallat. Edhe me autobus nuk mundi për ta krijuar atë se ka njerëz. Po thoni mbushin sallat, sepse nuk mundën më me kriju pompozitet. Pse drejt, po thoni që ka ndërlidhje me nivelin qendror të kjo, sepse realisht kemi pa edhe interesim qytetarëve më pak diskutojnë për zgjedhjet këtë vet. Ma dhe më saktë. E vërtetë është që i çojnë në platforma të tjera, edhe në rrjetet sociale, edhe në TikTok, edhe në Instagram, edhe krejt. Por janë këto parti që vetëm para 7 muajve u shtyshin kush më mbush sallat më shumë. TikToku ka edhe atëherë. Por shkalla e besueshmërisë në subjekte politike, në bindjen time, se kam asnjë motë, kjo është vetëm perceptim, është për toke. Çdo motë që bëni këtu partitë politike dalin institucionet më të pabesueshme këtë vend, sepse po shihet rezultati i tyre. Dhe prandaj uroj që këtë mos reflektojnë në zgjedhje, në kuptimin e dalsve, por apo që të reflektoj. Po natyrisht unë besoj që po, dhe zgjedhjet do të fitojnë partia politike që arrin me zgjuar elektoratin dhe çka kanë ndodhur këtu është edhe më shumë varfrim sepse këtu është votë klienteliste. Plan programet që janë prezantuan këto që tha kolegu Gashi, na nuk guxojna me përmend ku keni na bë xhelebrimin sepse na u hatruat lagja tjetër, e ke i bën që është klientele pastërt, dhe ke i bën që kanë me shku projekt për votë, dhe kjo i bën që kanë me komuniku derë me derë, shtëpi për shtëpi, në mënyrë që kush të arrit asgjë elektoratin e vet, që mi fitu zgjedhjet, prandaj sondazhet momentale janë as kontradiktore me njëra tjetra, saqë vështirë na japin një projekcion të qartë se kush do të fitojë ku, gjithmonë po flas në bindjen time. Po komunikimi si keni parë këtë herë, ka pasur dallim nga herët e kaluara, kanë qenë kandidatët ndoshta në një komunikim më serioz dhe tash janë lëshuar ndoshta edhe në gjuhë pak më ndryshe. A them që to shpejt, më që Elisa që to. Dërëntin, kryetarët aktual po kanë stabilitet. Po jenë matë motu, kanë bërë shumë përvoj, duken pak kështu si viktima nëse ishe në debat. Opozita ato e ditë që kanë me minutazh për shkak të shumica e debateve kanë qenë të programuara me sekonda, po bën arrogant pjesën e parë, agresiv deri në arrogancë dhe po i duket që kryetarët pastaj po janë në një situatë, se ta themi, më komode sepse këta po shfaqen keq. Shumica e debateve në Kosovë, në të gjitha televizionet, ku ka pas ballafaqime, kanë qenë kësaj trajteje. Opozita ka qenë kundërshtuese e ashpër, po jo ofruese projekteve. Ndërka kryetarët aktual qëndrojnë, si ta themi, më statik, por komod në pozicionet të tyre sepse kanë më shumë informacione se sa kundërkandidatët respektiv. Shumica e kryetarëve aktual nuk janë për herën e parë, shumica, ose janë për herën e parë, shumë kemi që janë për herën e tretë, ka dhe për herën e katërt. Të rrodhen ata që janë për herën e dytë dhe i bie që kryetarët aktual kanë një avantazh ndaj kundërkandidatëve pavarësisht se çfarë performance mund të kenë kundërkandidatët nëse bëhen kryetar. Dhe kjo e vërejnë në disa komuna, Gjakova, Rahoveci, Soareka, Peja, kush është komunë që të më ndihmoni, Obiliqi, Lipjani, janë komuna që kryetari i tyre është për herën e tretë ose të katërt. Po Vitin. A u jep kjo drejt më shumë Kaçanek më pas apo në Feriza është saktë. Ferizaj është kandidat për herë të parë janë. Jo, e kam fjalën për ata që rigarojnë. Dhe kur e shoh këto, i bën që ata kanë kriju një farë stabiliteti. Apo jo, kanë kriju stabilitet. Dhe të tjerët e kanë historinë e tyre, kjo mund të jetë pro dhe kundër, varësisht se çu e prezanton në fushat, sepse nëse janë 12 vjet akoma ful për sanë vitale, është pak problem, apo jo. Pra mund të ndikojnë këto direkt më pas në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Gjithçka në ndikon në rezultat. Unë kam përcjell, janë kanë përcjell Mund të sikur profesori ka diçka dhe pastaj, sepse nganjëherë po është i vështirë. Mos kalojmë në një temë tjetër, prandaj doshta me ndërhyj këtu. Po, profesor. Cinizmi më i madh që ndodh në fushat, në fushat tjetër është kur kryetari aktual propozon, domethënë premton gjëra të cilat i ka premtuar edhe mandatin para këtij,
madje edhe në 2 mandate para